Aty kom një krizmen, ku hap Rafalli i Bekim Shytit, edhe i Fadel Malokit në drejtim serbëve, edhe ata jenë me qështuq. Në vrapim që shëngon në grumbu, trimnia tepër ka herë edhe qëtë. Ishim me Begin të ecë rrugën për parë, ishë Bekim Shyti nga Ninua, ma djatas. Bekimi edhe Fadili ecëshin në kratë djatë, unë e Begi ecëshin majtas. Edhe i shojmë vëzhgust sërbë që kalojnë në mbrëmje dhe ishtë as tërë, as ditë mbrëmjes. Edhe qa bojmë na, nuk e trupojmë rrugën malit me hi, ka e kishim shtegin me shku, po shkojmë ka ecëshin sërbët. Edhe isha afër kufini. Ishtë një farë proni vogël, edhe shkemi kalu një bregore, edhe fillë vishën teritorin që ishë Shqipërisë. Ata në kanë vrejtë shkijet edhe kanë dalë grupi prej 5-6 vitëve, so kanë qenë ata e dinë, se nësë smejtemi në mru. Isha unë i pari, i kështim edhe Rasim Mazregni shmas meje, po ne uj i vogël që bike aty edhe nuk e një zonë. Unë po dhe smujim pisket Begit madhe, vjen me vrap edhe e një dikur, ndëgjajat zotina, edhe veç më ka bo me dorë, si këqën djathë. Aty e kom një krizmen, ku hap Rafalli i Bekim Shytit, edhe i Fadel Malokit në drejtim serbëve, edhe ata jenë me qështuq. Në vrapim që shëngon në grumbu, familja Fadilit tash ishin më mrapan, nona Tina, motra, gruaja vllajt Fadilit e Zenelit, me fëmijët vajzër Fatosin edhe 2 motrat, njona ka vdek para 2 vjetë e 3, aksidentalisht në Bjeshk. Edhe i shojmë që morën vrapimin të poshtë, ma poshtë ishin pikat e shkijeve dhe vrapojmë në Astriti edhe i marrim familje dalën. Po që ka ndodhë, prej 20 ushtarëve që ishin, me ishim vetëm na 4-5 ishim, dhe më thonë 4 në atë njësis, edhe nga Ninua dhe Bekim Shyti. U bom bashkë kofi, fati pështum, konë koincidencë, e zetë Begini pa shtetash rrugës, edhe kështin gjepë, që këshra aty në prej pjesgavera, va mjetër që u thëshë. Edhe dole më bom bashkë, kalu më aposhtë edhe nalët Begi pa anë, ja bënë në shurë, me të pasë. Ma nonë së me derë, e me mish derit, tha, oj nonë tha keshka des me i zhikë saj pa hongër se lau. Edhe vazhdojmë na të mbrami, na i takujmë edhe disa ushtarë aty që na dole në erdhëm në vrap, po vonë që ishin të remit edhe të ramoram, se ata dhe ishin pozicionet që i mojshin, ushtria shlimtare, mojshin gjithë në të bishë. Edhe dhe në përfundim të lupës ka qenë ujez, a kontrolume për ju që gjesë. Edhe vinë, natë bimë poshtë, i qojmë familjen e Fadilit, përshojmë të nesmen, kur këthejmë të nesmen, ata kishin vazhdu për Rogovë, grupi prej aty në ushtarëve, edhe këthejem poshtë për më marë. Ishtë një kohë pak edhe ronë edhe për neve, se kërë këthym ishtë plugus të mërë gashi, gjatë furnizimit më shqim të rëpoj në qendër të hozej. Sot do shtim Halidi Lusë është në Kolicë, është një djallë shumë me karakter të fort. Unë e dua të shpirt të luftojt, se nuk as të një periudhë nuk e ka ligë vetën, ligë shtu. Ajna jep moral ma shumë se sa nasët që e kem pas fatin në shtu. Edhe mesim na në atë periudhë pa mundësi me hi në Kosovë, sepse pritë që më grumbullu ushtarë dhe me prunë unik. Në aty në 2 dite, kem ranë Tiranë për 24 orë, ose 48 që është
mu ishim më këthy se një ditë bëjshim e ra, trageti dhe 6 dhe në 8 orë bëjshim rëktim. Në ra dhe në Tiranë për i Tropuja. Ku bim Tiranë atë ditë, kjo ka qenë data 10 gushti. Marrin vesh që se ka qenë data kur kemi hinë, kufi ka qenë data 2 gusht me atë grupin prej me Bedreshalë. Edhe kur bim Tiranë, të jetë vesh kur ne mund të raqërim Kilmendit. Ne plajmin për prasin e Eltonit, Përmetit, Bedris, Abes. Edhe o stepe. O konë koha nashta ma e brishta. Që e kumë prytu. Edhe mesim në pa së diqësh të shtangun, këthehem Tropuj. Këthehem Tropuj, vetëm zona unike si kanë ra, Bedria dhe Abeja, Pyli, Përmeti, këta bjenë si zonë. Dalin në Tropuj. Ish humbja ma madhe e jona si ushtri. Edhe ishim e shumë keq. Tash, në periudhë reorganizimi, për me ndërhyjme hyjnë në Kosovë, kanë qidej edhe me rona ku ra zona Dugazinit, ose ra në pjesë e tëra Kosovës, ofenziva se thirret e gushtit të shtatorit. Edhe shumica ushtarëve dalin për Shqipëri, ishte një kaos, një propagandë që përdërshin slavt në popullat tanën atje, sa që i shu shpresa për ne rikëthem ose mundësi për më këthy në Kosovë mund. Dhe më thonë ishim metë, një stepu, një gjendje, ne i thojmë si pullat në kamjene. Edhe në të shtrukon, nuk dishim asë me bo fillun me masë rëvërkisht me dalë për Evropë.